Kjo zonjë 50 vjeçare, që po del nga banesa me pranga në duar, quhet Enkeleda Vesel. Dhe po arrestohet sepse me sa duket ka ndërtuar një skem perfekte mashtrimi, duke arritur të zhvas djalin e dajës, të cilin e konsideronte si vëlla. Gjithçka do të niste në tetor të vitit të kaluar, kur ka kontaktuar kushërira e burrit, goca e hallës, Enkeleda Vesel, që ishte një okazion për një shtëpi te Myslimshyri, 64.000 euro, dhe ne kishim kohë që kërkonim për një shtëpi për ta blerë tonë. Pagesën e parë ishte 5.000 euro dhe donte nga sot për nesër, që do me thënë mos e mbante varur dhe shtëpia të rezervohesha. Kurse të tjera ti kërkonte avash. Një shtëpi në zonën më të lakmuar të Tiranës, me një çmim kaq modest, mund të konsiderohet një okazion që të vjen një herë në jetë. Në fakt, ky ishte karremi i parë, me të cilin Enkeleda joshi kushëririn dhe gruan e tij. Përveç kësaj, 50 vjeçaria përfitoi edhe nga fakti që çifti prej 12 vjetësh jeton në Gjermani dhe nuk e kishte iden se çfarë ndodhte me çmimet e apartamenteve në Tiranë. Kështu, ajo nisi të insistonte që kushëriri të dërgonte sa më parë parat, në mënyrë që të siguronte shtëpinë, e cila sipas saj ishte e kompletuar me të gjitha kushtet. Kuzhina, salloni, drejtarja, Myslimshyri. Kjo shtëpia ishte vetë kushërirës e Enkeledës? Jo, Enkeledës ishte e dikujt tjetër, e personit që ka bërë videon e shtëpisë. Si fillim na gënjeu që po ndërtonte një shtëpi private të tij, diku jashtë Tiranës, dhe pastaj doli që duhet ikte me patjetër në Amerikë, sepse i kishte dalë lotaria apo kishte një problem shëndetësor të vajzës së vet. Gënjeshtër pas gënjeshtre, saqë dukej se as vet nuk i mbante më mend. Si fillim donte diku te 18.000 euro një dorë, të tjerat tha nuk është se do ju shtrëngoj, sepse dhe un kam punët e mia dhe mi kini mua, sikur do i paguante ajo për ne, dhe ne do ja jepnim avash. Shkruante në mesazhet që na i dërgoi 5.000 euro sa ta rezervoj se mos ta iki dhe po e mbaj tjetrin varur, se duheshim marr hipoteka, duheshim bër gjërat me noter, dilte çeftikata. Deri këtu, Marioli dhe Angela nuk kishin asnjë dyshim se kishin të bënin me një mashtrim të pastër. Përkundrazi, ishin të lumtur se po arrinin të blinin një shtëpi në mes të kryeqytetit, ashtu siç kishin ëndërruar prej kohësh. Madje me një çmim tepër favorizues. Po kur ble një shtëpi në Myslimshyri, një zonë e Tiranës e njohur për butik dhe shopping, pse të mos kesh edhe një dyqan për shembull? Prandaj Enkeleda erdhi me një tjetër ofertë që nuk duhej humbur. Na ka thënë që në Myslimshyri, po atje ku keni gjetur edhe shtëpi, është një dyqan, është po në okazion, është diku te 18.000 euro, për momentin shiten këpuc dhe në mars ai duhet që ta mbylli dhe e keni ju. Janë, si ta thuash ti për jeti, dy që janë në Amerikë, është një çun Altini që është i dashuri vajzës në fjalë. Këta bëjnë shkëmbimin e lekëve për të blerë gjitha këto dyqanet e shtëpitë që ishin në okazion. Këtu, me sa duket, kemi të bëjmë me një grup të mirë organizuar, të cilët në bashkëpunim mashtrojnë qytetarët. Pa kursyer as pak edhe të afërmit të tyre. Enkeleda kërkoi 5.000 euro për rezervim, që të mos e humbisti që ta merrte dikush tjetër. Ja kemi dërguar dhe i ka thënë që shiko se 13.000 të tjerat mua po mi dërgon dikush tjetër, si të thuash ta i dha hua borx për të bërë 18.000 të dyqanit. Nuk kaluan as 2 ditë dhe filloi presioni që shiko se unë 13.000 dollarët e mia ja u dhash ju për dyqanin tuaj, dhe ja kemi bërë këtë 13.000 dollar që ajo pretendonte që ne na kishte dhënë borx. Kur erdhi në Gjermani, te ne doli që të gjitha këto bizneset i kishte Vera dhe Violeta dhe nuk binin dakord me njëra tjetër që të ndaheshin këto prona. Kjo ka 2 vjet që po merreshe me shitje blerje dhe tani po priste thjesht fitimin e saj nga Vera Karakushi që jeton në Amerikë. Me sa duket Enkeleda ka qenë thjesht sekseria e Verës dhe Violetës, 2 biznesmeneve të fuqishme që jetojnë në Amerikë. Biznesmene apo thjesht pjesë e grupit të mashtruesve, këtë do e kuptojmë më vonë. Ju e keni bërë kërkime për dyqanin, pronësit kujt ishte, a ishte realisht në shitje? Unë kam dërguar thjesht një kushëririn tim për ta pyetur nëse dyqani është në shitje. A di që ka shkuar kushëriri ka qenë dhe shitja dhe pronari dhe i ka thënë që jo, dyqani është i imi, nuk është në shitje. Ja kam thënë dhe Enkeledës që dyqani nuk ekziston dhe më ka thënë ti nuk merr vesh, gjërat do bëhen, mos më prish mua planet, të lutem mos i trego askujt. Aty, për çiftin e bashkëshortëve, nisën dyshimet se gjërat nuk ishin ashtu siç ua kishte paraqitur kushërira. Prandaj, nisën t'i kërkonin llogari Enkeledës se ku po shkonin parat dhe pse nuk ishin ende në dorë asnjë dokument që vërtetonte se ishin tashmë pronar të 2 objekteve në Tiranë. Dhe këtu 50 vjeçarja bëri lëvizjet e saj. Sigurisht
duke mashtruar sërish. Pasi kemi paguar lekët, insistonim që duhet të na jepte një vërtetim që ku po shkonin gjithë to lekë. Na ka dërguar një certifikat që dukesh komplet që ishte punuar dhe shkruar nga kompjuteri ose nga celulari me dorë. Kam kërkuar në Google emrin e asaj të hipotekës dhe kishte diku që në 2017 që nuk punonte. Certifikata e falsifikuar e pronësisë mban emrin e Enkeledës sepse mendoi që si fillim do e merrte ajo me emrin e saj dhe pasi kushëriri Marioli të shlyente të gjithë detyrimin për apartamentin, do e merrte me emrin e tij. 37 vjeçari ja shpreu dyshimi për certifikatën kushërirës, por ajo e gjeti me njëherë justifikimin. Ajo certifikata që më dërgove nuk është bindëse. Po ajo është certifikat provizore, mëse është një emrin tim. Të bëhet një emrin tim, do bëhet saktë është certifikata. Me ta datë do regjistrohet me emrin tim. Certifikat part-time që vetëm kushërira mund të ta lëshojë. Geniale! Te dyqanit një 5.000 që ta dërgova dhe një 13 që e kishe tip atje. Një bën 18 që u blet automatikisht ky dyqani. Ato 13 do ty t'i thash borx, e të thash të kap një standin se të sa, dhe pastaj miksimu ato 13 që kapën pastaj dyqanin tim. Të blesh një dyqane dhe mos kesh asnjë letër në dorë, unë çuditem. Po tash se ke bler akoma kur të vinë letra do t'i marrësh letrat Oli, me 36.000 euro që ke paguajti. Po bëhesh me shtëpi dhe me dyqan. As në ëndrat më të bukura nuk mund të imagjinoj një fat i tillë për Mariolin, i cili po merrte të gjitha siguritë nga kushërira. Mbas 15 marsit unë jam okay, domethënë që ti vdish të marrësh letra direkt. Jo bën letra. Ka qenë janar, ka qenë shkurt, po vjen marsi kur të vjen. Ai shtyte gjatë gjithë kohës. Çfarë justifikimi shpërdorte? Pse thoshte që mos hajdeni tani, hajdeni më vonë? Sepse nuk është bërë akoma ndarja e certifikatave. Vera dhe Violeta nuk bini dakord me njëra tjetrën për t'i dhënë këtë pasurinë. Për shkak se çdo para që kishte kursyer e kishte dërguar tek Enkeleda për të bler pronat, Marioli gjatë asaj kohe evitoi pagesën e taksave, duke u përfshirë në telashe serioze me shtetin gjerman. Por kjo që do të dëgjoni e ka përcen imagjinatën në këtë histori mashtrimi në dëm të çiftit. Kjo do merrte një dëshpërblim për gjithë punën që i kishte bërë për t'i shitur këto dyqanet. Kur ishte te shtëpia jo, kërkonte të blinte një si tip kështjelle të vogël që kushtonte diku te 200.000 euro. Enkeleda tha se unë dua këtë sepse mua në këtë datë më dërgoi Vera të gjitha lekët, ti merre në emrin tënd dhe kur unë të jap lekët, do më futesh dhe mua në pronësi të kësaj ndërtese. Me këto para që do t'i merrte si shpërblim nga Vera, Enkeleda pretendonte se do të ndihmonte Mariolin që të shlyente detyrimet e taksave në Gjermani dhe gjithashtu të blinte kështjellën, e cila u rezervua nga kushëriri i saj. Kjo shumë e madhe që do t'i shpëtonte jetën të gjithëve do të kalonte në llogarinë e 37 vjeçarit brenda datës 19 mars. Por kuptohet, nuk erdhi kurrë. Për shkak të kësaj, Mariolit ju konfiskua edhe makina nga shteti gjerman. Vera ka bërë një çek që nga Amerika, duke qenë se nuk ja dërgonte dot Enkeledës nga Amerika këtu në Shqipëri, na i ka dërguar ne me foto. Çeku ishte falso. Dhe si të mos mjaftoni gjithë këto mashtrime, Enkeleda i jepte mend Mariolit se si të shiste makinën në mënyrë që të shlyente borxhet në shtet dhe më pas ta blinte sërish me paratë që ajo do i jepte. Po me kështjellën që su ble, çfarë u bë? Edhe kjo një histori tjetër, me kosto 20.000 euro për çiftin e mashtruar. Ndërtesën ne e morëm, e hoqëm nga akaunti për t'u shitur. Në momentin që nuk po bëheshe pagesa, jemi të detyruar që të paguajmë noterin dhe avokatin, domethënë të dalim përsëri në akaunt dhe për dëmin që është shkaktuar që kjo ndërtesë për 2 muaj ose 1 muaj e ca është futur si e shitur dhe tani po del prapë në shitje, diku te 20.000 euro dhe këto i tote 10.000 noteri që ka bërë letrat e ndërtesës dhe 10.000 do avokati që ta kthej përsëri në akaunt që na mbrojë ne dhe jo të filloj që të kërkoj lekët se ti e bleve dhe tani vazhdo paguaje. Këtu kupa ishte mbushur përfundimisht dhe Marioli i zemëruar vendosi t'i kërkonte mbrapsht të gjitha paratë që i kishte dhënë Enkeledës. Duke qenë se nuk po jepte asnjë gjasë si certifikat, shtyheshin datat, ne e morëm vendimin për të thënë që okay, stop, nuk i duam dhe sikur të dalin certifikatet dhe gjëra, thjesht të lutem na kthem lekët që ne të kemi dërguar dhe ra dakord te akti notarial që do kthente 6.000 euro në fund të marsit dhe deri në datën 21 prill do bëte 30.000 euro të tjera. Unë t'i kam dhënë lek borx, unë t'i kam dhënë për një X pron. Bëjmë këtë akti notarial edhe pastaj shikojmë edhe mezin tjetër. Për paktën jepni 1 muaj, do të thotë sot është data 21 deri 21 prill, 1 muaj afat, unë nuk mund t'i gjej dot lekët kaq kollaj. Për 1 muaj atëherë bëjmë për komplet pagesën. Për tër pagesën. Dhe çfarë plani kishe të bëj akt notarial vetëm për 18 vjeç? Jo, 18 vjeç dhe tjetrën për shembull e shluerim për tër muajin tjetër. 1 muaj tër pagesën dha 36.000 euro për 1 muaj. Në këtë pikë letrat janë hapur dhe 50 vjeçaria deri atëherë aq bindë se për ta bërë kushëririn me shtëpi dhe dyqan, tashmë pranonte që ishte mashtruese dhe thjesht kërkonte kohë për të kthyer paratë.
pa diskutuar më për të ardhmen e ndritur që do të kishin të dy bashkë në sektorin imobiliar. Megjithatë, Marioli duket se nuk ka qenë viktima e saj e vetme, dhe ajo e ka ditur deri diku se ku do të përfundonte së shpejti. Nuk e i vetmi ti që po pret, ka shumë si ty. Jo me kaj sa këti, po kanë me 100 me 200.000. Ka menduar sot gjithi, do flas me një shoqen time që kanë drejtor e shpak. E do t'i them, bëm këtë nderta, edhe shluajt ose brenda rregullave, ose do t'i shtron këm kryqe diramës. Ti vetë ti them këta hall kam, sa të më marr për mbarimi, se unë jam për mburgun, ta thash jam x 78.000 euro borx. Të tregoj edhe asaj vromës që është atë, se ajo ka bërë gjithë zallamai me pislliq që ka thërë shumë poshtë ai, se tre këta të tjerët janë shumë pozitiv për të ulur dhe për të zbutur gjakrat, pa ajo të keqet edhe disi hiqet si viktim, sikur ajo s'ka faj fare. Ashtu hiqet ajo Vera. Kjo Vera vërtet e keqe, ama kur flasim me të, tonet janë krejt të ndryshme, madje miqësore. Vera, jam me këtë kushuririn i Mariolit që i bëra atë çepën para ca ditësh. Nuk po i shfaqe lekën në atë dhe është shumë i tensionuar. Më ka ardhur këtu, bëm një deklaratë notariale që i kam kaq shumë lekë. Të lutem siguroj që lekët do vinë. Po s'ket marrë fare, por vetëm çështje kohe. Është shumë i mërzitur me të drejtën se është futur dhe në shumë telasha nga shteti. Kam zhytur shumë keq djalin. Ole, vetëm presë se edhe po është për punë, tamam luktë mos po shih. Shëndetje, çka kalove? Të përshëndes Xhan, faleminderit për fëmijën, dhe Zoti tash problem, po dhe ne dash problem. Të pritash çështje kohe, mos kemi fare për kokën e fëmijës. I kam investuar kot më kot, jam mashtruar. Një gjë vetëm për fjalë mos na thuaj se para pisove Ramazan. Për kokën e fëmijëve po çfarë? Tash ti më ndove shumë, po nuk jam fëmijë, jam 72 vjeç. Do njihemi edhe shpërblimi me le do ta kesh. Po faleminderit, po shpërblimi nuk dua, unë thjesht dua të qetësoj jetën. Nuk diskutohet e Po që kjo Vera e bën të duke diletante e Enkeledën, Vince, nuk e çfarë thua. Do t'i besoja shtëpinë me gjithë këto betime njëri pas tjetrit, vetëm se Marioli priti edhe disa ditë të tjera që të merrte shpërblimin e madh nga Vera, por asgjë nuk u bë. Dhe kështu, kërkoi me këmbgulje që të paktën kushërira e tij, Enkeleda, t'i përmbajë aktit notarial dhe t'i shlyente shumën e parë prej 6.000 eurosh. Gjë që nuk e bëri, ka kthyer diku te 5.550 euro dhe deri në 21 prill para pashkve i binte që të pagonte 30.000 euro. Gjë që e cila nuk u bë, është detyruar halla e jema e Enkeledës, nga lekët nga bledhja e saj dhe pensionit ka dërguar 4 milion shqiptare dhe 300 euro. Në total mos gaboj, nuk i vet 10.000 euro, 9.000 e ca. Por që ajo vetë lëvizje nuk është se ka bërë dhe thjesht e shtyn, do i marr borx këtij, do t'i jap tani, prit në orën 9, prit në 11, hase është 1 maj, dhe jemi këtu ku jemi dhe nuk po bëhet asnjë gjë. Në çfarë u bë data aktit notarial? Nuk bëj sepse thash, inshallah po i gjej. E kërkova në gjithë vendet, vajta dhe në bankë, të pamundur vëlla, sepse kam 4 kredi. Po çfarë të them unë? Po këtë pagesën këtu kush më bën të mirë? Nuk të pret fare deri në datën 4. Po të më priste, nuk të bëja fare stres më lart, se është e fundit më vinë të hanë, konfiskojnë gjërat më se janë pagesat për të bërë. Nuk kam mundësi më Roli, nuk kam. Po tani si i bie që të mbyten fare unë tani me mashtrime me gënjeshtra i morët ato lekë tani nuk e keni mundësinë. Nuk janë mashtrime me gënjeshtra, unë po të them. Po mashtrime janë. Unë të martë jam në Shqipëri prapë do bëj denoncim ti Lal. Do mbash marrë denoncim. Po patjetër, nuk di, unë vetëm do shikoj anën ligjore. Përgjigjja e Enkeledës është dëshmi e qartë se kjo zonjë ka ndar mendjen që të mos ja kthej parat mbrapsht kushëririt. Dhe këtë e argumenton kështu. Po s'kam asgjë për të thënë, s'kam. Daj se po futem në burg, po nuk fitoj më sun as ti. Po s'kam çau mbas. Dori janë shtëpi, dori në burg. Po s'është kjo zgjidhja, as për ty as për mua. Unë jam e përgatitur prapë për çdo gjë. Unë jam 50 vjeç, unë fëmijë për dritur nuk kam. Unë edhe prokopime nuk kam. Unë të mbasja përsëri. Unë mbas lirin vetëm, po pse do të mbas të gjithë? Analizë perfekte, s'ke që thua. Shkatron financiarisht një familje dhe i përgjigjesh me qetësinë dhe cinizmin më të madh. Pavarësisht kësaj, Marioli dhe Angela pritën edhe disa ditë të tjera. Madje i dhanë mundësinë kushërirës për një takim tjetër. Kena një plan tjetër që unë ta marr në telefon, nëse po edhe të flas. Deri nesër ne i quajmë të hupra dhe ma nuk po bëj punë. Na i fol troç atëre, unë thjesht kam dashur të bëj një investim për të ngritur veten time. Jo, nuk është, nuk qëndron fare. Keni ngritur veten tuaj ti, Altini, Violeta, Vera, tjetër. Jo, ku ka një lekët e mia atëre? Ku ka shkuar? Kush dyqani? Kush dyqani? Po se i ka vajtur personalisht zotëris kur ka erdhur këtu. Kush dyqani? Është ngritur dhe ka ikur. Kaq. Dhe ka dërguar një mesazh kërcënimi që do vrasi veten dhe u do jem fajtorje sepse nuk e duron dot presionin që ne i kërkojmë lekët që kemi dhënë. Këto kërcënimet me vetvrasje janë tipike e mashtruesve kur kapen me presh në duar. Dhe ne
këtë e dim fare mirë sepse përballemi çdo ditë me të tilla mesazhe pas temave që realizojmë. Prandaj, së bashku me Anxhelën dhe Mariolin, kërkuan ndihmën e policisë për t'i dhënë fund një herë mirë kësaj historie mashtrimi, dhe pasi u kryen të gjitha procedurat e kallëzimit ndaj saj, policia nuk shpenzoi më kohë, por e arrestoi menjëherë Enkeleda Vesel. Zonja Enkeleda Lorena nga emisioni Piranjat, si ka mundësi që ke mashtruar kushëririn tënd personi që ti e quajës? Ku kanë shkuar paratë e Mariolit? Zonja Enkeleda, si ndihesh tani, zonja Enkeleda? A mendove se do shkojë gjatë me këto mashtrime? A të duket normale? Ne kërkojmë që të kthehet lekët që ne kemi dhënë, për arsye sepse firma e bashortit tim deri tani është e pezulluar. Në momentin që nuk bëhet pagesa, mbyllet firma dhe diku te 5 deri në 8 vjet nuk mund ta hapi dot një firmë të dytë. Bie që ne të jemi atje ku kemi qenë kur e kemi nisur në 2013. Hello? Përshëndetje zonja Vera, si jeni? Kush është? Unë jam Lorena, jam gazetare nga emisioni Piranjat, doja të flisja pak me ju për rastin e zonjës Enkeleda Vesel. Besoj se ju e njihni zonjën në fjalë.